1 килограм злато, 24 карати, достигна цена од 92.000 евра. Со покачување на цената на златото опадна побарувачката од граѓаните за него. Ова го чувствуваат и продавачите во Скопската чаршија. Неџбедин Буши за ТВ21 рече дека има побарувачка само за основен накит од злато. Me rritjen e funditarit, kërkesa gjithnjë është më e vogël, kuptoj. Çka po kërkohet më shumë? Po janë disa gjëra që janë bazike, çka do e mos do të një çift i ri i cili sinon martohet, do të janë unazat e martesës, janë burmat, rrethat, një komplet sa do që jetë modest, edhe ajo është një bazament pa cilën hiç nuk bën. E pastaj sipas mundësive edhe shtohen edhe dëshirat. Предејќи споредба со минатите години, вели дека порано сватовите купувале златен накит, а сега поевтино име со пари наместо 1 грам злато. Përpara në çdo darsëm edhe kur kanë shku dasmort, kanë shku me një dhuratë, me një unaz, me një zinxhir, me një bilezik dorë, apo varësisht për familjes sa është i afër apo sa shok shumë dafërt. Që tash kjo veç më atë ngel histori, se cili ato shku në përdarsma me pliko, sepse çmimi i arit është i lartë. Дали е загрозен бизнисот на златарите? Artaria si zeje ka ekzistu në kohrat e lashta, edhe nuk është një ndër zejet e cila është e rrezikuar për ekzistencë, sepse nevoja për stoli ka qenë edhe sa të ketë dashurinë se hekim keq. Златото се искачи на рекордно високо ниво, бидејќи инвеститорите инвестираат во безбедни средства, додека загриженоста за трговската војна помеѓу Вашингтон и Пекинг се продлабочува.